Po. Ndërkohë, kemi edhe një fotografi, e Luz Besin me na ndru, po kjo është e fundit nga shpjegimi që kemi vendosur me bë, në mënyrë që mos me ngarku pacientat me informacione ndoshta që duhet me alon dorë kolegëve tu. Kjo është një Saranda, kjo është një PCT finale, dhe më thonë kjo e ziza që përshojmë CT-në që po, ma e CT-a zakonshme, kjo është peti, edhe tash kur bëhet fuzionimi i përbashkët i këtyne dy, dhe më thonë që aparati e bën vetë, mande realizohet se edhe me punën e teknikve, del kjo PCT me ngjyra. Realisht, në oncat e ngjyra, nëse ka ngjyrë zezë dhe ngjyrë si gri, ngjyrë hiri, këto ato janë krejt benin o janë normale. Në momenti kur fillon prej ngjyrës së portokallt, kalon ka ngjyra e kuqe, atëherë këtu na rritet çaj suvi se tash kalon mi 5 dhe na jemi të sigurt, domethënë mandej që po flasim për smundje malinje. Këtë rast pacienti ka limfogjandër metastatike, ka metastaza domethënë në melçi edhe inguinale që në pet pa PCT, pra në CT me ngjyra janë krejt këto të zeza, domethënë që janë ndryshime metastatike në sozat e një pacienti i cili veç ka karcinom. A na bëhet edhe stadifikimi apo duhet? Gjithmonë bëhet stadifikimi, edhe për çdo. Qëllimi krejt është edhe për me bëhet stadifikimin. Me ditë sakt llojin gjandrat, metastazat ku janë. Sa po progredojnë, ose sa po tërhiqen në përgjithësi. Kemi shumë raste mas trajtimit që pacienti është full, sikur ky rasti këto metastaza, kemi edhe kolegë tonti, domethënë që i përcjelli, edhe kur vjen herën tjetër, për shembull s'ka asnjë metastazë melçi, as nuk ka limfogjandra mediastinale, as kërkon krejt komplet ju kanë tërhiq. Kthehemi doktoresh, një pyetje. Përpos pacienta kemi edhe kolegë, doktora, shokë të mi, miq tonë, domethënë që janë edhe profesora, edhe kështu që trajtimi i onkologëve është shumë për me falendëru, domethënë është ka bëhet një punë me këto protokollet e fundit, domethënë që po i përdorim viteve të fundit. Tash nuk po them aty është fati se këto punë edhe janë punë fati edhe Zoti më thonë se çdo pacient për më shku mirë po është të ndodh një bepasi shumë e madhe. Se na gjithmonë e dim që shokon gjendja pacientit edhe ç'është e përcjell me PCT.